Gjirokastra është një nga qytetet më të bukura dhe më të pasura në trashëgimin kulturore dhe historike në Shqipëri. Si pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ajo ofron destinacione unike për vizitorët, si vendas ashtu dhe të huaj. Po ashtu, në zhvillimin e industrisë turistike, kjo zonë po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen për sezonin turistik pranverë-verë. Gjirokastra mund të themi që është një brand së bashku me Tepelenën dhe Përmetin, përveç Gjirokastrës që është në UNESCO me pazarin, me kalat dhe muzet e saj, janë edhe rrethinat. Kemi një pritshmëri të mirë këtë vit, do jetë në të njëjtat nivele si vjet besoj, ndoshta edhe më shumë. Ajo që na bën përshtypje është që këtë vit kemi disa rezervime me të shtetasve amerikanë që nuk ndodhte më përpara. Është duke u rritur, do me thënë mund të themi që këtë vit presim dhe një lloj klienti më të mirë, më cilësor. Në përgjithësi, shërbimi në Gjirokastër ka përmirësim të dukshëm, por ka ende hapësira për ndërhyrje. Turizmi nuk është i standardeve aq të larta, por gjatë kësaj periudhe po shikoj çdo vit që rritet cilësia e turistit që vjen. Edhe neve jemi më gati me akomodimet, jemi më të përgatitur për këtë, përparojmë, edhe cilësia e turistit rritet njëkohësisht. Ndërkaq, operatorët turistik vënë theksin se Gjirokastra ka potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit, për të bërë pjesë e një destinacioni turistik tërheqës dhe të qëndrueshëm. Kërkohet bashkëpunim midis aktorëve lokal, përmirësimi i shërbimeve dhe investimeve në infrastrukturë e të tjerë.